أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفالندرojmë për ti falë të ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush e humb ndërsa ata që në lënd humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam familjes së pastër shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmërim. Lëni radh parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër dhe motra, ashtu dhe sot çush ka qenë e lajmërume edhe në javën e kalume edhe në rrjetet sociale se do të vazhdojmë sonte inshallah taala me librin Sundja dhe Ilaçi, po ju them drejtën, ka 5 ditë që e kam përgatit. Para një orë, që ashtu një orë gjys parafërsisht më ndroi mendja. Thash, po ndalim, po do me trajtu një temë që besoj që secili prej neve kena nevojë mja kujtu vetës këtë. Një qaferë. A di qa kishë thonaj? Që me fjallën e ti mboni që me marrë dhe me trajtu që temë. E di që shumë kanë mu që di kanë me thonë që ta shala po ndi që ka me folë, në thonë që pi qafirit tu inspirova, po që ka thonë kë? Që për fatë këtë shumë prej muslimonve se kanë marrë vesh ta. Ndoshta edhe unë e te, jena pejtjone. Ka thonë, ja lehu min din, lau kana lahu rijalun. Çfarë feje madhështore ka thonë është Islami, si kurse kish me pas bura me punu me dinin Islam. A ja ka qëllu, se ka qëllu? Wallahi ja ka qëllu. Si kurse Ebu Hurajra kërë konë të erujt sadakatul fitrin e muslimanve, o konë të erujt sadakatul fitrin, i ka orë shejtan që i ka thonë pejgamberi sa në fund hadithit, sadaka kë vëho këdhub, ka thonë të vërtetën e ka thonë shejtani, pësa jo është rënd, si madhë, rënd shumë. E ona vëhojnë vëllaj kë të vërtetën e ka thonë, pësa o konë qafirë, ama të vërtetën e ka thonë. Unë kam nevoj dashurit e mi që temë, mja kujtu vetës edhe juve, pëse shumë herë po habitem. Jem të habit. Edhe shpesh diskutohet kënë mes neve kush o burë. Do kujtojnë që burë e në që i kanë shumë isteqet, do tjerë mendojnë që jënë bura që i bërtasin grave, do tjerë mendojnë që jënë bura që jënë të rept me fjalë, do tjerë mendojnë hapi klapat e lejq, klapat qelë se është muhabet që ka plot energjin to. Po kush janë burat vërtet, kush janë ata, kem me kuptu inshallah u ta'ala me pak fjallë inshallah u ta'ala sonte. Ulemat që kanë thonë? Kanë thonë, inne mizan الرجولة في الإسلام ليس المال وليس المنصب ولا جاه. Kanë thonë mizani, peshorja në Islam apo vlera e burërisë në Islam nuk matet me pasuri. Për fat keq sot i masin. Nuk matet sot me pasuri, as me pozit, as me famë, as me prej ardhjet fisit, as me forcë fizike, por matet burëria në Islam me qka? Me vepra të mira, me sjellje të mirë, me besim të fortë në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe me vendosshmërinë fejnë Allahu te baraka wa ta'ala. Shta janë bura? Allahu ka thonë në Kur'an para kësaj hadithin që është hadithi vërtet, që gjendet në Sahih al-Bukhari, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që përshkruhet ar-rujula, burëria e vërtet. An Abi Hurajra radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ya'ti rajulun 'azimun as-saminu yawm al-qiyamah fala yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. وقال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Qysh ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Thot, në ditën e kiametit do të vinë një njeri me shtat të madh edhe me pesh i rondo, thot. Me pesh. Do të vjen para Allahut subhanahu wa ta'ala. Por tek Allahu nuk do të peshoj as sa krahu i mushkujës. Tha, nëse doni me marrë vesh kush janë këta, lexojeni tha fjalën e Allahut ku thot Allahu, ne nuk do të vëm kur far peshe për ta. Në ditën e kiametit. Do të thot, këta kanë me dalë para Allahut, po s'kan çka me peshu, s'ka çka ju qitet në peshore. Pastaj, po ashtu ka ardhur hadithi vërtet në Sahih al-Bukhari, hadithi Sahel ibn Sa'id. Sahel ibn Sa'd al-Sa'idi. Sahel ibn Sa'd al-Sa'idi أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيكم في هذا. Pejgamberi صلى الله عليه وسلم na tregon Sahel ibn Sa'd al-Sa'idi, thot, kaloi një njeri ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dikush ish me pejgamberin alaihi salam aty. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot, çfarë ta merr mendja për këtë burr që po kalon? Çfarë ta merr mendja për to? Fa qala rajulun min ashraf an-nas. Fa ky o tha prej burrave që i përket elitës shoqërisë. Betohem në Allah, thot, se është idenë që nëse kërkon, thot, dorë për martesë, shkon me i lypnu se dikuj, i jepin, e martojnë. Nëse ndërmjetëson, i pranohet ndërmjetësimi i tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam heshti, si ta kur gjo. Pas pak, kaloi një njeri tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, çfarë po ta vërmendja për ta? Ky tha, o i dërguari i Allahut, është një varfnjak pe muslimanëve. Është i varfër. Nëse kërkon dorë për martesë, kush nusës jep. Nëse kërkon apo kërkohet prej tij me ndërmjetësu, nuk i pranon ndërmjetësimi i tij. Se pranojnë njerëz, ja marrim, nuk ka pesh fjala e tij. E nëse nuk flet, nëse flet, apet fjala e tij s'ka pesh. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, çështa e vërteta o thot se ky është më i mirë se sa toka, ndikojnë, më i mirë se sa toka plot njerëz më mbush. Plot njerëz më mbush se ky i pari, kjo më i mirë se këta ata. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dashurit e mi dhe kemë tregu se ky din nuk matet me matjet e njerëzve që i bojnë. Ty njerëz mundet me të qunë në qelë, me të hypën në qelë, ama ti te Allah subhanahu wa ta'ala mundesh me qenë sefar, zero mundesh me konë. Që ta kanë thonë në hadithologët, kanë thonë sa për njerëzve, për banorëve të tokës, i një krejt banorët e tokës e njohin. E si do mas zemonin tona, i po zemonin tona, kë zemoni këtëne veri iblis person. Këtë dynjaja e një, këtë veri iblis personin, VIP. Këtë dynjaja e një. Po të Allah subhanahu wa ta'ala se një kushiq. Banorët e qiellit se njohin. Sa ta kanë thonë haditholog, sa për njerëzve, banorët e tokës e njohin, po banorët e qiellit nuk e njohin. E sa për njerëzve, thot, jonë në mesin e njerëzve që banorët e tokës nuk e njohin, po banorët e qiellit e din kush është. Para të dashurit e mi, matja e burërisë nuk matet me famë, me pasuri, me autoritet, pa jo matet me bikuvetil iman, me imanin e fort në Allahun subhanahu wa ta'ala. Para të qëre dashurit e mi, në gjej këtë hadith, këtë ngjarje që ka ndodhur në ditë për ditëve. An ibn Mas'udin radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'udi e transmeton vetë ngjarjen. Ennehu kana yajtana siwakan min al-arak. Ka hyp një trop, një pemë që quhet arak, që marrin prej saj, keni pa misvakin për mi pastru dhëmt, o hyp, edhe sahabët jënë kumë për rreth. Në transmetim tjetër o përmen ka hyp me i marrë disa kokra hurma. Edhe ka fryera, kur ka fryera, Abdullah ibn Mas'udit ju kanë shfaq dy këmbët e tij, prej gjurit deri te nyja e këmbës, ju kanë shfaq, i ka pas shumë të holla.
s'ka pas mission to. Në ashtë të holla, ki pasi të kur ka kop të holla, kanë kesh sahabet me to. Kanë nis me kesh, ka thonë pejgamberi s.a.s. I ka thonë, mimma të dhakun, pëse po kesh di ka thonë. Qalu ja nabi Allah, min dikkihi saqejhi, po keshin prej komve ti të holla që i ka. Tha walladhi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizan min jabal al-Uhud. Tha wallahi, tha, qëndorën e ti o shpirti im, dy komët e ti janë më të ronda në mizan nesër në ditën e kiametit se kodra e Uhudit. Allahu akbar. Para të dashurit e mi, që shka thot Ibn Tejmija të rahimahullah, ky buri madh, thot wali hadha lejse fi kitabillahi ajetun wahid, yamdah fiha ahadin binasabihi. Thot Ibn Tejmija, dhe nuk mundesh me gjetë, në librin e Allahut, në Kur'an, o fjala, as një ajet që Allahu e lavdron dikon me prej ardhjen e ti, as që e kritikon dikon për prej ardhjen e ti, por lavdrohen, thot në librin e Zotit, me besimin dhe devotshmërinë e tyre, dhe kritikohen me mosbesimin dhe mëkatet dhe mosbindjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Po i dashur jam, se t'i zohë me ndojnë, Allah, jo pëkse, që ka i jetë, jo i portokall, të i sarit, të i zikosh, wallahi, billahi, nëse s'jepi muttaqinëve, nuk jepi devotshmive, nuk jepi burave të mirë, që i dënë Allahu, pasha Allahu, nga me gjujtë Allahu në gjehenem, edhe hisë kam janë di për atë punë. Se da e ke pa, tha unë, jo, din kush jam unë, a din çfarë familje unë, a din që na që 500 vjetë jena në pej, 500 vjetë punë gjehenemit. Nëse s'ki thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, s'ke punu me fjallën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pse je do këtë vetja që ti je, da pi beglerëve, në pësa këtë që beglerë si gjenema, i hanë gjenemi edhe të helmi me zid, a ka hala, përderi sa i hanë Ebu Gjehlat, e Umej ibn Khalaf e tjerë që jënë konë, do më thotë në Mekë, në mesin e njerëzve kanë qenë njerëz me autoritet. Nëse kish me i pështu gjehenemit, dikush më konë me i pështu gjehenemit, me prej ardhje, si shkak i prej ardhje së tyre, kishin me shpetu disa familjartë Muhammedi s.a.s. Allahu e ka regjistru ajeten, Kur'an që den ditën e kiametit lexohen për kanë? Për agjën e ti, tabbet yada abi lahabin wa tabb, u shkatrofshin durt e Ebu Lehebit. Si boni dobi, ishte min Kurejsh, ishte pi Kurejshve, ishte prej ardhjes, prej lozës Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ama nuk e bëjmë, nuk e bone me shpetu. Para të dashurit e mi, Allahu te bareke wa taala i ka përmend tiparet e burërisë në Kur'an ma shumë se në 10 vende. Ma shumë se 10 vende. Na kritere kena qëta, që kjo kriterion, Kurani o kriterion, kjo është që na kalzo kush o burë, kush o burë. Na që shtu besoj musliman, tash dikush që e ndëgjon propa kamerave, nuk po flas me ju, se ju jeni besimtar këtë, elhamdulillah për Zotit, edhe besoni që çka është thonë në Kur'an është e vërtet, po dikush propa kamera, këtu mundet me ndëgjua, po ligjerata kur të postohet nesër në YouTube atje, edhe thot, qa pa thot që kë, o jo zotni, unë po flas me bindjet e mia, ti kofsh i Zoti, me më ardh, me më polimizun në bindjet e mia, ahlen o sahlen, hajde. Na bindë se ne kena dalash. Veç po të thomë, kujdese, po na vjen saftor, edhe na kem qef me të thonë saftor, hajde. Se da kene të jepi zarë në farë, po shkru e le dole, hajde, këta qesim një peshë të vogël, hajde bojmë muhabet dhe të kalzojmë në qka dini islam. Ama po para gjykime, po nga rkesa. Kur'anin ma shumë se 10 vendet dashurit e mi në ka të regu se që në kupton koncepti fjales burëri, qka është burëria? Unë kom zjedh dashurit e mi, kom zjedh vetëm se 2 ajete. Vesh 2 ajete, për këtë 10-ave 2 kom zjedh. Allahu te bareke wa taala, që shtash në librin e ti famlart, na të regon tiparet e burave ma shumë se në 10 vende. Një për i tyre
është në surën Ahzab, ajeti 23, thot Allahu ba'de a'udhu billahi minash shaitanir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allahu akbar. Thot për në mesit besimtarve, në mesin e besimtarve ka bura. Ka bura. Midis besimtarve ka bura që kanë bajt beslidhjen që kanë jep Allahut. Për cilën beslidhje fjala, kush e din? E ka një dhurat, ma ka dhu mirë, e jep një dhurat mirë bidhin lejtë ala. Për qëfar beslidhje po fol ajeti? Se ja kanë jep besin e lidhë, duke shkojë më hak për alim. Ja, sështë. është pak kjo, po sështë. Ja, sështë. Pe o pusë shtu me shkurtu rrugën. Rasti kur Allah subhanahu wa ta'ala i kam bledh krejt shpirtat. Krejt shpirtat e bive të Ademit. Prej Ademit, dhe të shpirti fungë. Elestu bi rabbikum. Ajo më zoti juj. Krejt kanë thonë po, nezel. Kur Allah i kam bledh krejt shpirtat, kanë thonë elestu bi rabbikum. Krejt shpirtat, edhe shpirti e Bujehlit, edhe krejt kanë thonë po, pse? Në dynja se... A pse, subhanë ta kjo në hop një tem tjetër, po s'po du mja hup lezeti kësaj teme. Vlera u dhëzimit o i dashëve, që Allah të ka uzuat ka bo musliman. Se ka bo musliman e Bujehlin, e Ebu Lehebin, e Umej ibn Khalefin, e tjerë që e kanë pa Rasulullah s.a.s. Kanë jetu në Mekë, e kanë pa wahin të zbrit, ty Allah subhanahu wa ta'ala ta ka pru islamin celofan, pa e lip hiq. Hiq se këlipun e ti. Ai Selman el Farisi u adin të në të rukëtim e kemë bajt ligjeratën që e ka bo për me marrë din, me pranu din islam. Ty e mu në ka ardhë në celofan. Po në elusim Allah subhanahu wa ta'ala pasi në ka jeb dinin pa e lyp. Ja Rabbi po ta lypim tash gjennetin, e gjennetin ja Rabbel Alemin. Thamini pej besimtarve tha ka bura. Në mesin e besimtarve, midis besimtarve ka bura që e kanë bajtur beslidhjen me Allahun. Disa prej tyre tha kanë vdekur, e disa tjerë presin me vdek. O me beddelu të bdile, e ata asgjë nuk ndryshojnë për besnikrisja kanë jepë Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk jonë laraman, nuk jonë si ata herë kom parë se kom pa, po i qëndrojnë dinit Allah subhanahu wa ta'ala me besnikri. Kjo ajeti par. Ajeti dyt, thot Allahu, fi bujutin edhin Allahu an tarfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Fi bujutin edhin Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Yusabbihu lahu fiha bil gudui wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bej'un an dhikrillah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فت الله تبارك وتعالى كوكو كان بورات نجاميت صد الله كأرضروار تنجريتن ذات برماندت أمريتي أتا لفظروين نمن جزم رامي الله سبحانه وتعالى وبرمان صباحي هذا Kush? Jatësia. Që për fatë keq, me bo mja nis me bo këtë ma bet du që dash mja nis me kajt. Thush ku jonë mërë këta bura. A thu volë s'ka kanë bura, ishta si s'po del kanë saba me falë namazin e sabajt me gjevat. Allahi billahi që shka thonë edhe s'ka gabu hiq. Ka thonë namazi sabajt është si kurse lufta, në luft shkojnë veç burat. Edhe në sabat dali veç burat tash. Allahu që Allah, unë se kom thonë. Edhe Allah po thot, që edhe Allah po thot. Allah te bareke wa ta'ala. Rijalun, po thot bura. E që e përmendin Allah subhanahu wa ta'ala në menjezem ramje. A veç ka që ja Rabbja, la tulhihim tijaratun, wala bej'un an dhikrillah. Ata
as shitblerja, as tregtia, as shitblerja nuk i pengon ata prej përmendjes Allahut. Do kur pi thojmë hajde mu fal, a jam të punu. Të punu? Wallahi që ajo punë që të pengon prej përmendjes Allahut, ajo punë haram është. Wallahi nëse e lën çat punë që po të pengon me përmend Allahun, pasha Allahun ko me ta qua Allahu punën që çka edhe që mu çudit. Ata përmendin një rast se na përmend ka raste plot pi selefit, po du të zamonit ton. Na ka tregu këtë, kom dëgju me vesh mi para 14 vjetëve parafërsisht. Se 11 vjetë u bo që jena këthy, kjo konë në Medine. Shumica për juve njeni hoxhen Enol Jakupi, doktor Enolin. Kalzejke prej Enol është për gostivarit hoxha. Kalzejke për njët gostivarit, e kini po në qabe, ku shokon qabe, e ku shokon këtë e kini po kullën orën e qabes, a ju ka rastis me e po kur thire zani atje në majet orës dalin dë drita, dhezen, a di kush është qaj që i mbikëshur që ato drita? Shqiptar është, i gostivarit ta. Ka qenë, nuk e di tash, muj me gabu vendin, po mdoket në Austri, po mdoket, se jam i këtë sigurt, po ti kam përëndim, ka punu në një fabrik që të në dritave që i bojnë. I ka arë shefi, ka thonë, me tonë qëtë mjekër, ka thonë, këto a jazgë dhe punën e mjekër, ka thonë, vallaj, ka thonë, nuk e heki mjekrën. Elë shëj punën, edhe e kalëshu punën. Mbas djave i ka arë shefi të e lutë, amanet, ka thonë, këthau punë. Se në ka arë një ofert, ka thonë, me e marë në bikëshyrje një orë pi orave që janë meke, dhe kena me qunë atë vend që ti jeton për atë vend dhe e dënë atë vend. Sa dhe kësaj dita jeton atje. Ma e qatjet e ka dhomën e ka. Pasha Allah në hoxha e nalë, është gjallë, jo që së besani mu, pëtëni, në patë thirë, kërë në konë studejnë, apo së kështë vakë në hajdeni me pa dhe ke musafirët mije, i ka vend sa dush me flejtë edhe me pa qabin pinetit atje. A pasha Allah subhanu wa ta'ala, kur të khafë Allah, i frigosh Allahut, Allahut ta kom benzën, po për Rasuli be ka thonë, i dashur jam ka thonë. Kush e len një gjë, për hirtë Allahut, e len ja ka benzën Allah subhanu wa ta'ala në minë matë mirë. Mos këtë që shefi jëtë vjenë të thot, heke mjekre, po thoi mjekre, edhe aj ty do më thot qka? Qa ko me të bo? E ka riskin, jo përse ka riskin e ndorë, oti e ose di. Pasha Allah në thot, na kena dhe lozën tonë, që ta pujtu, kena dhe lozën tonë për haram, kanë lonë puna, s'me i përmendi për më e arrujt privatsin, edhe aty në promë, se mund të me mendu të kush i kënë, vallaj billahi, kanë lonë punë për hirtë Allahut, ja u ka kompenzu Allah, halo, pa e shu punën e parë, o donë punën e parë, nëse ka pasë rogën 500 euro atje ka morë, atje mërdimi. Edhe Allah që ta shka pe thonë, pa vjen kese edhe Allah prezent është tu, ajo është dëshmitar, edhe Allah unë e kom dëshmitar, kër në ka arë në zyre tonë, më ka thonë qa me bo hoqë, kom thonë, nëse e lem për hirtë Allahut, kom e ta kompenzu Allah, subhanahu wa ta'ala. Praktikisht, s'po di mo që ka donë ty, do me të zërit me lajket, me të thonë, le haramin, o Abdullah, le haramin për hirtë Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala, kome ta kompenzu, kome ta që halallit të goja, kome të ardhë. Ama konektimi, zemra me qenë lillah, mu kone lidhme me Allahun të barëka wa ta'ala, këtë din dënë bura, këtë din dënë seriositet, këtë din dënë njerë që janë serios. Pastaj, disa të dashurit e mi mendojnë se burëria është në mosh. Du të mi posti do vjetë, shumë vjetë për më konë burë. Jo, vallahi, jo, se ka plot prej të shtymve në mosh, po bojnë veprimet fëmive. Gëzohen me veprimet fëmive. Idhnohen, qësh idhnohen fëmija. Borëria e vërtet, dashurit e mi, qësh ka thot Abdurrahman ibn Aufi, që hadithi gjindet në sahihun e Bukhariut, jam kujdes shumë të dashurit e mi, kërre që ka kom nëziri, kom mundu, që të në fjallëve të mija, e sfidoj gjithë kanë së mundet kush me nëzirë, që thënë kime. Hadithun sahihul Bukhari, transmetuesi i hadithit është Abdurrahman ibn Aufi. I rëfehet në gjare, si dhe të në gjare që e kini ndëgju kush ka prezentu në sire, një shkrimin e pejgamberit sa e kena përmen këtë rast. Rastin e Muadhit edhe Muawwadh.
Muadh dhe Muawad ibn Afra, dy vllazën kanë qenë. Gjelmosha, 13 vjeçar. Çka kanë bërë këta dy ndëgjeje. An Abdurrahman ibn Auf قال إني لفي صف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن. فعبد الرحمن ibn Aufi isha thanë saf luftën e Bedrit. E dini lufta e Bedrit dhe vlera e luftës Bedrit. Pejgamberi sa që ka thonë pjesëmarrësit Bedrit, pas Bedrit bani çka të bani se ju një të falun. E kanë pas këtë epitet pjesëtarët e Bedrit. Abdurrahman ibn Aufi tha isha në luftën e Bedrit në saf, iltefettu yaminen, u ktheva në të djathtë, peshon një djallë të vogël, nga një djallë të ri. Iltefettu yasaren, u ktheva në të majt, peshapet një djallë, thash aman ja Rabbi. 2 fëmijë, çka lufta, me pas shpindën, krahin me pas burra. A përbara bo lufta, ç'është bo lufta, bo burra me burra, so bo lufta me ardhaj me një drën një qytet me e faru me vra fëmijë pleqe krejt. Ja, kjo lufte të canave. Për para, si qafirat, si musliman, kur ka ndalë me bo luft, janë ndalë me i dënë. Qaj që ka fitu e ka udhesh tjetrin. Salam aleikum. Ta është lufta e të canave, vjen me Apache e bën një qytet rash, ma shumë rënë gra e fëmi, a me ata që e ka luftën me bo, ata asë një 2-3 si vronë, se s'monë bojnë luft me ta. Edhe tha Abdurrahman ibn Aufi, u qudita, shikova në gjathen majt, kur i pash 2 djelmosha të ri, nuk ndisha tha i sigur të mesin e tyre. Njeri për i tyre tinzavi tha më tha, o gjagja, me të regotha cili është Ebu Gjehli. Tha i thash, e qëfar do të bësh, tha o biri im, o vllai im, qa ki me boti me ta? Tha, ja kom i dhonë besen Allahut, ja kom i dhonë, tha, besen Allahut, ose do të avras unë e ta, ose a i kom e më ramu. Bine më arë një transmitim tjetë, ka thonë, kanë mi unë zi sytë kur kom e më pa. Shkoj tha as pak, tjetëri tha tinzaj, o gjagj tha, o gjagja tha, ku është Ebu Gjehli? Edhe ti tha, shka po me ndonë, tha ti, qa ki me boti me Ebu Gjehlin? Tha, vallahi, tha, ka me i ra tërsyve kur kom e më pa. Tha, kur e ndëgjova fjallë të tjere, tha, vallahi, që shka ka thonë, që shka pe lexej tekstualisht. Tha, edhe tjetëri tha, më thatë, njëjtë atë fjallë tinzas, mosh me ndi shoki vjen, këta 2 djem, nuk do t'i ndroja, nuk do t'i ndroja as kundrejt 2 burave. Tha, kur u të regova që ku e Ebu Gjehli, tha, ju vërësullën Ebu Gjehli si 2 skiftera, deri sa e goditen Ebu Gjehlin. Edhe erdhën të pejgamberi sa sallam, tha, ja Rasul Allah, ene qateltu adu Allah, tha, unë e kom vra armikun e Allahut. A i gjitha une, ja Rasul Allah, tha pejgamberi sa, a i keni fshi për shpatat? Jo, tha, ama, t'ju këshyri shpatat, 2 të keni vra. Dhe gjaj tjetër. Mërra, Emirul Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ala majmu'atin, min as-sibjani, jel'abuna, فهرولوا وبقي صبي مفرد في مكانه. Omeri radiallahu anhu prisi besimtarve, kaloj një dit ka një grup i fmive. Edhe kur e pa në Omerin kur shkon, ju kanë tut fmit të majt e krejt. Kur e kanë pa Omerin, fmija junik piti, jën tut. Se Omeri ka pas hejbe, ka pas orë të madhe. Ju e dini rastin e pejgamberi s.a.s. edhe këtë rast me përmendi, se qarës këma e përmendi, edhe tali po këthejra këto. Pejgamberi s.a.s. edhe këtu një porosi, po kom qef mja jep porosin, gjithë këtëne qifteve të ri. Këta të ri, a gjë i merë, kur po martohen, njëherë, I love you, you love me. Të dua me dove, pas dione, si gjelat. Ka dole, be? Edhe në martes, ka njerë gruja si gjeli me shku, po ka. Nuk ka qift në dynja që s'kan keq kuptime. Ama
nuk prishet kurora, martesa, pse ty takon da aerokremin e tjetë jakon da ajvarin, do të rri që shtu prishën, pasha Allah që është një. Kapen shtyhen, apo jakon da ajvarin a nutellen, edhe po dohen. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurit e mi ndëgjeni, ka pas një mos-pajtim me Aishën radiallahu anha. Kanë ra mos-pajtim Rasulullah me Aishën. Edhe tash para mendoj, ka thonë Aisha radiallahu anha, du të bela gjyku dikush. Ka thonë pejgamberi, po ata thiri më Omerin, jo mërë çfarë Omeri ka thonë. Jo, ka thonë Omerin, jo. Çfarë Omeri ka thonë? Ata thiri babën tënd. Qërë drejtësia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata thiri babën, ma thonë po. Se kush se pranë, cila vajzë duke pranën babën me qenë gjikusit ti. Baba, kush ka vajza, wallahi e din këto. Pasha Allah unë avton. Kejt jonë, e vladi kejt, si djali, si qika, po ama vajzat jonë, diqysh jonë, e jonë edhe vashu për, din me e bo babën për veti. Ardhe Ebu Bekir radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja, o Ebu Bekir ka thonë, që kam mua dhe qikën tonde. Ka thonë, ja Rasulullah, unë me të gjyku, ka thona. Unë me të gjyku ty. O, ka thonë, gjyka se qika jote për një pashto. Atëhere, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë falë. Ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kër i ka arë, tu folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha si kurse ka ndërhy. Ka ndërhy muhabet. Kër ka ndërhy, Ebu Bekri me në herë u qu, ka dash bim shblak. Aisha qka? O pshem pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot sarja për men shakeshke Aisha. Atë kujtot atë kur të kom rujt pej babës tënd. Kjo drejtësia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama Omerin se ka pranua Aisha me ardh me gjyku. Ja se i vështiri. Omeri ka qenë i vështira, ama me drejtësit Omeri s'ka pas. Ama ka qenë i ashpër në hak. I but pasha Allahun për ball hakit. Ai ashpër për ball batilit s'ka shupe Omeri radiallahu anhu. Kush do kofta utan? Kush do i ka dal përpara? Edhe Omeri të hecë rrugës një grupi fëmijëve të lujtë si fëmijë që lujnë në përsakace. Kur e kanë pa Omerin nga nik, vesh një fëmijë kanë vendin e vet. Edhe ky kush ka qenë? Ka qenë Abdullah ibn Zubairi radiallahu anhu. Edhe Omeri çka i ka thonë? E ka pyet, ka thonë, lima lam ta'du ma ashabika, pse s'ike tha me shokët e tuti? Ama qara Abdullah ibn Zubairi tha, ja emir al-mu'minin, o prisi besimtarve, lem aqtarif dhanban fa akhafaka. Tha s'kom bo as një gjuna, as një gjuna se kom bo une, që me ik pëjteje me ikune. Qfar gjuna i kam une? Pasoj tha, o lem tekunit tariku dajjekatan fa uwassi'uha leke. As rruga tha nuk është e ngosht që unë me të alshu të rrugën. Dhe me këgjanek i hec Omeri radiallahu i alëdha të i kokën e ti edhe qka i pelqej kë burni e këti fmije. Ndëshe edhe një burë tjetër, ama këtë ta fmijën. Ndëshe. Wa dakhala gulamun arabiyun ala khalifati Amawi yatahadathu bismi qaumihi. Ka shku tha një djalosh, ka shku një djalosh prej nomadve. Edhe po flet sot në emër të popullit ti, tek khalifja e Emevidve. Tek khalifja e Emevidve, para khalifes. Edhe khalifja i ka thonë, let ecë për para, so shku me popullin e vetë, ama kuja ka nisë me folë. Ka thonë, let ecë për para ai që është maj vjetër se ti. Dhe me khalifes ja ka mbush synin i vogël. Ama kuj me që më që i ka thonë khalifes, ka thonë, ja emir al-mu'minin, lau kanët të qaddemu bis sinni, o prisi besimtarve, si kurse të kishë qenë për parësia, si pas moshës, ti s'kishe me konë khalifen ummetin e Muhammedi s.a.s. Dhe me kënë ummet ka njerës që jonë matë vjetër se ti, po ti e khalife. Këtë dashurit e mi është krejt këta jonë ata fmi që i përmenda, që kanë qenë luanat islamit, lejtë me pasna me eduku fëmijët tonë qështu. Besej që be pak to që ka u thanë për 35 minuta, u mundova me përmendi shka me të regu se qka quhet në islam burr. Kanë e qunë islami burr. Me përmbledh krejt
Në islam quhet burra i dashur jam që e fal namazin, që e bë zakatin, që e agjeron Ramazanin, që e kryen haxhin, që falet në shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Burr është ai që e mban fjalën. Burr është ai që nuk e thën fjalën. Burr është ai që nuk tradhton. Burr është ai që e mbron dinin e Zotit. A din që për dinin e Zotit pe përmbylli, me këta pe përmbylli, edhe hajvanatit kanë xhelozi dashurit e mi. Wallahi billahi, edhe hajvanati është përmend në librin Durarul Kamil quhet. Durarul Kamil, ndëgjaj këtë ngjarje dhe pe mbylli me këta. Hajvanati be kanë xhelozi për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Sot në shahet Rasulullahi, shahet dini Allah subhanahu wa ta'ala, pasha Allahun po tutna. Ka njëherë thonë që kemë me i thonë të haudi, kur kemë me taku, kur ka me thonë, më kanë shoj, që keni bujo për mu? Do pritojnë dinin e Zotit edhe me shpërda, like me abo ligjeratave. Me i shpërda ligjeratat, pasha Allahun betonan Allahun subhanahu wa ta'ala, se e thash, më shiti për gjuhës, se kësha thonë. Po betonan Allahun subhanahu wa ta'ala, se ligjeratat e mija, unë sfitoj kur gjopi për ligjeratave. Henin YouTube, henin Facebook, nuk jonë që i marë pare për tjene, mos kujton dikush që po du me i thonë shpërdojni. Po që ditë me do musliman, as like tutet mja bo, share mja bo, dersi tutet, ose nuk po flasë për ligjeratat për gjithësin islam, qysh do të me dimu t'i dinin e Zotit o vla, me qka? Qysh? A hajvanatit dashurit e mi, vallaj, kanë xhelozi për dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Durarul Kamil përmendet se të mongolët, kur njëj prej të parëve të mongolëve është bo krishter, kanë shku një grup i misionarve. Një grup i misionarve kanë shku të mongolët, me i thirë dhe tjertë, në krishterizëm edhe kanë bo një hafle, një do të thëtë, që thëjmë në një hefte bash, e kanë bo një ndaj të madhe, edhe me tjertë. Thotë në mesin e atyne misionarve, thotë nis një prej tyre me shojt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa matje do të ishte një qen i cili do të ishte i gjuetis. Edhe ishte i lidhur, tha, kur ja nisi tha me shojt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë dojke me dal qenin tjetër hesab, me këput zinxhirin. Edhe dikush për të pranishmëve për i thotë këtij misionarit, si ja nise me shajt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nisi kështu me po qeni, tha, jo bre, tha, po këtë qeni, tha, e ka një krenarin vetën e vetë, tha, kur bëjsha unë i sharet me dorë kështu, kujtoj që si po i drejtona ati. Vazhdoj me shajt edhe ma shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dikur tha e këputi, tha, zinxhirin qeni dhe ju gjyt ta në kapzherin e ti, e kapi edhe janë nxiri kapzherin e ti. O dashurit e mi, qenë kanë pas xhelozi për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka xhelozi dhe për dinin e Allah subhanahu wa taala. Wallahi ai që s'ka xhelozi për dinin e Allahut, s'ka din. Duhet me pas xhelozi për dinin e Allah subhanahu wa taala. Nuk po thras, wallahi billahi mos ti kesh kupton dikush këto, nuk po thrasën me bo gjeste, me bo veprime, do të thonë që si unë për pushmëri me dinin ton. Po ne po kërkoj veç me qenë ti musliman. Qysh e tha ky zotëria? Qysh pa them se dha jam një harova. Qysh pa them be? A këtë thua jo Arnold? Ha? Tom Arnold. Arnold Schwarzenegger. Sol me rëndësi, po dha, ja lehu min e din, lau kane lehu rijal. Feje madho këtë din islam. Qfar feje do të ishte, kjo feje islame, nëse kish me pas bura me praktikua ta. E unë 100 herë këmë thonë, kejtë të lashën e kena me muslimant. Unë s'kam problem me pa besimtarët. Pse? Se Zotë jam në Kur'an e ka definu këta. Lekum ud-din e kum waliyadin. Ju e keni fejnë hynë e kem fimtan. Unë problem atë madhe kom me musliman, me vllazët e mi, cilët nuk podojmë i qëndru dinit Zotit ashtu që duhet. Nuk podojmë e punu me dinin e Zotit ashtu që duhet. Ti qëndrojmë dinit bashkarisht dashurit e mi. Të punojmë me dinin e Allahut. Ti kryjmë obligimet përballë fesë tonë, në familjet tona, në evlat tonë. Banu babi mirë. Kur qosh me fal namazin e sabahit, me dal me fal namazin e sabahit në xhami, mos e le gërun ton dhe fëmijët tu me dal edhe milionat ato flet. Po çaj thuj, çau pi gjumit. Çau djali babës, çau çika babës, çau gruaja jame, çau falë namazin, tani del.
Jo me i lona, votan. Vallahi ata që i lojnë familjarët e vet dalin sabah me fal, edhe i lën familjarën e vet tu flejt. Edhe i ik namazi i sabahut, nuk e falin namazin e sabahut. Pasha Allah, elen grun edhe vladin ton zjarr xhenemit. E këshelon mu koll. E këshelon mu koll. Jo, pasha Allahun jo. Asnjëri nuk ka logjik dikush me elon e vladin e vet, gruan e vet, babën, nanën milon. A lehet, s'lehet. A juve, as kam qarës e sonde, jo më që pak peshe, jo më që bëbale halal. Se unë i shatë do t'jem që të në gjami teme, e në gjami tjera, kur i shumë me babalar të ardë bu falë, zemra mal në botë. Dijani kimetit një që i keni babalarët, e ki babën muslimon të virë, e ki babën që të qënë për namaz sabahit, të të hajde bu falë gjallë jem. Pasha zonin, kush ka kësi babë e kom të t'njapët. Baba s'ka me tërnu gjithë, ka me dek një ditë. Ndështë ta kimi i rapi shmonit, kimi be me pas njerë me ndi zonin e ti, me më thonë, babë që mu falë. Ka me të mungu një ditë këzo. Dija shqyqërin Allahut, nëse kësipi babën shpe, që kjo babi mirë. Nuk ka babi mirë ai që veç ta ka blekerin e shtrejtet, ta ka bo shpinet, ka veshet, ka po, edhe ajo një pjesë, edhe kjo është pjesë e jetës tonë. Babi mirë, po, babi mirë është ai që të vesh, ta blenkerin, ta bon shpin krejt. Po nëse s'ta mëson edhe dini s'është babi mirë. T'ka vesh, t'ka ushqyje, t'ka kry shkollë e krejt, po kur janë sabaj nuk të qau mu falë djallë, jem pasha zote që kësa babi mirë. Unë e di që ta që kjo fjallë si peqa shumë, vallahi billahi, që kjo është kriteri janë. Që kjo në kalëso kush o babi mirë, kush o babi. A dënë edhe be ta kalëzu edhe një, për me qenë nëzitje për ty e për mu, kur ti familjen tonë dhe e qënë për namaz, a din ku i përgjason kush e din? Hajde, që po kom qef me ep një dije. Kuj i përgjason kur i thush ti dikuj, grus tonë dhe qikes tonë dhe djallit tonë, qau qika babes, qau nusjajme mu falë, kuj i përgjason? Sashtë se ka përmend Allah në Kur'an. Së të shbeton sashtë se Muhammed e Sami ka nga, po sashtë në Kur'an Allah e ka përmend. A e lezoni Kur'anin? A e lezoni Kur'anin ajo? E në e di që lezoni së të shëri të rëdhu pak për pytjeve edhe këto format e mija që shëllësheju në si plumi. Ha? Se ka përmend Allah në Kur'an, e ka urdhërua pëtan, ja bune e qimis sala, fale namazin, e ka përmend, po Lukmani sa pejgamber, që ta jo ndimova, pejgamber është. Surë Maryam. E kënë lezu surë Maryam dhe herë? E kënë lezu surë Maryam? A kënë lezu në surën Maryam dhe njerë ajetin ku thot wa kana ya'muru ahlihi bis-salah, i urdhonte familjen e vet me namaz, wa kana inda rabbihi mardiya, edhe ishte i kënaqur tek Zoti i tij. Zoti i tij ishte i kënaqur me ta. Kush është? Ismaili alayhis salam. Kur ti i thush Allahu e ka lavdu Ismailin me këtë pejgamber që i ka lavdu Kur'ani kanë disa cilësi. Ibrahimin me Ismailin me cënë cilësi e ka lavdu me lavdatën se e ka urdhnu familjen e vet me namaz. Urdhoni familjet me namaz. Ama me marifet, jo që shtu të bërticione, nuk bëm kështu, ani babës, jo babës, kur të folë me babën i matë fjallët, i zgjedh fjallët e mërë një fjallor, e gjenë një fjallor, shep, edhe i gjenë fjallët matë bukra, matë mirat kur të folë me babën, se jonë disa, ka i herë, inshallah s'kan, unë përdojmë inshallah s'kan namaz likë shton, me a që babës zonin, hëj, së të këvrullaj ladhim, me i folë babës me ngurmim, mi umrull babës, mi umrull nanës, e nana e shkejti thot, qau djalli nanës, habuk, lajo, bëni dhe tyrat, bëni këta, këtë të rritë PUBG, komental, vëllaj, billaj, tallaj, autën. Allah në përmesot gjendjen tonë, në falë gjunat tonë, në bof për të mirëve, në bof me hec me të mirë, në rinjalt me të mirë, në bof që mu shoqëru me të mirë, në bof për atyne që urnojmë të mirë, ndalim për të keqes, bëhem qesa që i hapim dyrë të kharit, i mbyllim dyrë të sherit, Allahu na bof prej thirrsave të siratul mustaqimit, na marr shpirtat siratul mustaqim, aty ku ja kem qellu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar me dhe shejtani, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.